zonja Dade, të më thuash mua që jam për fushat, absolutisht. Zotri, gjyqi i, jo por aqis dokumenta, gjyqi i Aninës i vitit 1976. Ky është gjyqi, të lutem zonjë, të lutem, etikën bani ju, unë po fol për historitë time, ju lutem. A ka mundsi? Ju e pasë për fushat, po të lutem. Po më dëgjoj edhe pak. Më fal, a ka mundsi të më dëgjosh atëherë? Po për paraqis dokumenta. Jo. Po sjell ca dokumenta. Jam më praktik dhe jam duke përfunduar pra. Jam duke përfunduar, po un kam të drejtën time ta mbroj atë që kam paraqit dhe padyshim që kam edhe të drejtën time ta mbroj historinë time personale. Po padyshim ne zonjë nuk i kemi marrë kohë për asgjë, ë? Padyshim për këtë gjë. Më fal. Kjo është koha për rezolutën. Kjo atëherë na respektoni për deri në fund. Po e përfundoja. Unë po e përfundoja. Po të lutem tash. Nuk e kam për ju unë. Toni nuk ma ndryshon ju dhe nuk e kam për ju, po ju them. Nuk kam gjë me ju. Unë po flasë parim për drejtat e tona. Ju e zonjë, qose si duron patetizmin, atëre unë po them që nuk jam patetik. Jam duke folë për ca drejta që ndoshta ju nuk i dini mirë. Kurse unë jetoj për ditë. Atëre më dëgjoj. Ky është gjyqi e kam për relator që nuk kanë dokumenta. Gjyqi i Aninës i vitit 1976. Ne jemi mbledhur për këtë çështje në këtë komision, në këtë sesion parlamentar. Pra, në javën e fundit të janarit. Dhe detyrën të dy relatorët e kanë marrë diku në fund të janarit ose fillim të shkurtit. Pra kanë vetëm 2 muaj që po merren me këtë çështje. Unë e di që janë të angazhuar me zotin Qemali me zotin Mingjozi që e kam edhe pjesë të grupit tim parlamentar, sigurisht që konsultohemi çdo ditë. Dhe unë mirë kuptoj në kërkesat që kam për të marrë ekspertizë të mëtejshme. Në qoftë se dhe zoti Idrizi, siç e tha këtu, bie dakord që të ketë edhe një simplifikim të neneve, le të ulen, pra këtu kemi nevojë për punë të mëtejshme. Dhe në këtë moment është e kohë që të zgjasim argumentet, të cilat i dim, i kemi lexuar, ne si njerëz që vim në komision pa përgatitur zoti Idrizi. Rezolutën e kemi lexuar. E kemi, siç e thatë, përfshirë në program. Pikërisht se jemi dakord dhe në parim që këto çështje të zgjidhen, jemi shprehur publikisht. Ne s'kemi pse të bëjmë këtë komision, thjesht ta shndrojmë në një fushat, në patetizëm, në tone të larta, aq më pak në fyrë reciproke të kolegëve të këtij komisioni të nderuar. Faleminderit.